Motra është shumë smur. Aman, në më shteti. Mor ka bërë të shote, më shpesh që i kanë bërë një fatime, që vjen turp. Prej lexon të profesor, doktoresh, aty profesor. Ku ka profesor në Shqipëri me bërë elektroshot që shkon në Skënderbeut? I themi në një gjuhë popullore, po që ta din të gjithë, po ta majnë men. Ngërkova për kluf, po gjeta pallë. E di ushon pallë, se këta që nuk e thanë gjitha, se o turp. Pallë është ajo e sharë, Pa e shara që ajo që qanë gurin. Ma trapika, e këpto që... Hap Ekspresin, disa tani se duaj kafe se të vrava. Duaj kafe të vrava? Kushe po të ti? Po të më thonë, e pim kafe në pa vrava. Ju pini kafe? Po, pi kafe dhe shkojmë. Po nëse thot aja kanë fik Ekspres? Po të shi, forca të mund. Forca nuk ka gjë që zbanë. Të mytë, të varë, forca. E ndezi Ekspresin forca apo e fiku fare? Jam vra shumë vetëm pëse i kanë zgjedhur aty mik mas miku, kanë fut aty në punë, ati që nuk i takon. O një krim i math. Në gjë mua. Të vrashe njëri për një kafe kjo krim. Si të fikit Ekspresi, si të banë gjitha të gjana, dhe të thamë një shembull se nuk e gjenë dot. Pse nuk e gjenë dot? Me një komisariat shumë afër këtu, shumë afër këtu, ngjitur me Tiranën, ka punuar sandista shef krimësh. Ngjitur me Tiranë këtu, mas dajtit, ngjitur ka punuar sandist. Edhe sot është shef krimësh. E the çfarë kërkon nga ky? Po nuk që e vërtet, me qenë do arreston vend. Sondis që shpon tokën? Po sandist, ka punuar sandist, ka mërru shkollën e mesme diku. Aty edhe ka punuar oficer krimësh. Shef krimësh, jo oficer. Shef krimësh. Mik mas miku, aty e kanë qotë edhe shef krimësh me të bëha dhe të pandeur. Unë nuk e di se shtem. Për të kthyer edhe një herë tek tema që kishim ne për sa i përket rastit më të fundit që ka ndodhur në Durrës, ku dy të rinj janë vrarë si sebeb ishte kafja. Mirë nuk është me vranje një tjetrin. Gjaja me ke që mbot që të vrasin një tjetrin. Hajde gjenë se çfarë kanë pasur në kokë ato, çfarë kanë pasur një hallë kanë pasur ato që janë vrarë, se nuk janë vrarë kot. Sebebi që po bën bujë nëpër media ka qenë ai ka bën vend tjetër, edhe ka shkuar edhe ka dash një kafe aty edhe atë gjeti. Çfarë kërkon gjën? I themi në një gjuhë popullore, po që ta din të gjithë, po ta majnë men. Ngërkova për kluf, po gjeta pallë. Ngërkova, po më kjo është gjë me sa ngërkova për kluf, edhe gjeta pallë. E di ushon pallë, se këta që nuk e thanë gjitha, se o turp. Pallë është ajo e sharë. Pa e shara që ajo që qanë gurin. Ma trapika, e këpto që... Spata. Ajo është. Ate që të kërkosh gjenë. Se janë vra shumë veta. Më pëse i kanë zgjedhur aty mik mas miku, kanë fut aty në punë, ati që nuk i takon. O një krim i math. Sipas jush. U thash, sëndist, ti të drejtojsh krimin në një rrethi. Atë kush e gjen atë? U vraj ai shkodrani, ai gjyqtari, më ka ardhur keq për te. Më ka ardhur keq për te, sepse aty nuk ku ka pas harta atëherë në kohën atyre që kërkojnë harta sot, atëherë nuk ka pas inxhinier. Nuk ka pas inxhinier topograf. Kur as Tiranë, as Shkodër, as në gjithë Republikën. Ku ka pas? Kush është inxhinier? Ty të vjen keq për gjyqtarin apo për ata që Më vjen keq për gjithë. Nuk duhet vjen se më vjen keq se unë më vjen keq se jam njeri. Jo, mu mos llogarit se s'kam se vish keq për mua. Pse s'u vrasin juve? Ju me interi, pse s'u vrasin ju? Ju nuk keni punë. Ata se di. Pra, që ju e keni jetën e gjatë, se ju tregoni atë realitetin, çfarë thotum? Po për realiteti është që para 2-3 javësh u vra gjyqtari, tani u vra u ndodhi përplasje me kamarierin, pse s'mbërë kafe, pse shqiptarët janë kaq gjak në tet? Çfarë na karakterizon? Por kanë ngel njerëz pa punë, më burr. Pra puna, një pjesë kanë ngel njerëz pa punë, një pjesë shpinë dhe për qef janë parë mëdhej. Edhe ato, ai noshta ka qenë parë mas. Ka shkuar aty, i ka thënë, unë nuk shes atë, pse të zgjem me ty unë. Unë vij këtu ke ju, do me dhënë një intervistë, jo. Ta shqetësim me ty unë. Gjithë e ka ai që i ka shkuar aty. Ai ka përgjigjur, unë nuk punoj më.
Atë çfarë ka? Faja është atia. Se mund, po nuk e di se nuk kom qenë aty. Se po ti jesh aty në diçka e saktë. Unë kom thënë shumë fjalë, kom thënë kështu, po E rëndësishme është shqiptarët vritën për një kafe. po për një kafe. Të vrasë njëri për një kafe kjo krim. Pra, unë kam ca hallet mia, ca problemet mia. Shumë halle. Se kanë hallet shqiptarë, nuk kanë Po, hallet shqiptarë. unë kam hallet të mëdha. Tipit? Po, unë kam një nipe kam dëshmëria të dheut. Motra ime më ka humbur aftësitë mendore, komplet. Motra nuk merr pensionin suplementar që i takon, sepse ka humbur aftësitë mendore. Unë jam shumë i moshuar, edhe mu s'ma japin ngarkim. Ne kemi një pa mesa, ju bojnë thirrje nëpërmjet këtu, aman ta morin që ta shpëtojnë. Asaj motrës time i kanë bën elektroshok. Në spitalin Kepesa, ka qenë shtruar, sa është ka humbur aftësitë mendore. Po bën mjekimet e nënverohet që shkon në tunë. Është hanjur, ka ato shenjat, unë e kam vizituar motrën, edhe unë thamë gjëra faktike. Ju lutem shtetit, ministrit ato, që të manimoj motrën, motra rrinë fushkruj. Motra quhet Lumturi Sala. Nipi im dëshmora dheut është Etmon Zenel Shuka. Fatkesisht baba i ka vdekur më njëherë në Burrel. Motra është shumë smur. Aman, bëni më shteti. Jo mua. S'kam nevojë për lekë, unë kam pension tim, fëmijët e mi, po motra është, me motra kam shumë keq. Mëni më shteti. A është në spital? Ajo, ka qenë në spital, është shtruar, ne kemi nxjerr. E keni nxjerr sepse i kanë bërë elektroshok. Po, ka bërë elektroshok. Mos flas që i kanë bërë një Fatime, që vjen turp. Prej lexonte profesor, doktoresh, aty profesor. Ku ka profesor në Shqipëri me bën elektroshok që shkon në Skënderbeut? Kjo është një krim i madh për motrën. Pse arrinin ta bënin këtë gjë? Por të motra ka humbur aftësitë mendore, si kanë vdekur 2 djemë, dhe s'ka njëri më. Për këtë arsye ajo ishte e shtruar në spital apo? Po, ishte shtruar në spital, mjekësia, po nuk duhet përdorë ato mi bën elektroshok. Megjithëse motra kam aty, unë do kërkoj edhe ekspert. Do kërkoj ekspert. Nëse nuk është vërtet, unë më njëherë do e arrestohem, sepse po akuzoj një mjek, një doktoresh. Pra ju jeni korrekt në ato që thoni dhe mbani përgjegjësi ligjore. Po maj përgjegjësi penale. Për çdo që thashë edhe, për ato oficenat që është aty këtu nxitur me ta, nuk ja tham emrin se nuk është mirë t'ja thosh emrin, Ministria e Mbrojtjes do të mori masa. Kurse për motrën time i kërkoj nim shtetit, që i ke kryeministri, që i ke presidenti, ku ti takoj të pyesin, motra rrin fushkruj. Ato ajo dihet, me pyet një nga fushkruja, e din gjendjen e motrës time. Nipin e kam ke varrezet dëshmorëve. Këtu. Nuk ka vranë rrugë madhe, e ka qurë shteti atje, kom takuar shefin atje përgjegjësin ku ka qenë nipim atje, më kanë pritur në mënyrë shkëlqyer. Po ato nuk kanë mundësi me mnimu. Jo me mnimu me lekë, se unë lekë nuk kam nevojë për lekë, se unë kom pension tim. Çfarë kërkon ti? Tash unë kërkoj që motrën me thrasi shteti, ta shohim motrën, në rast i takon ai pensioni, t'ja japin. Sa i kërkon nim, sa ajo është e mbyllur, ka humbur aftësitë mendore, më shkoj me zor, ne vlla ime, njerëz shkojnë atje me zor, se e gjen për koshat plenëve. Një nan dëshmori. Ushqet duke shkuar për koshat plenëve? Po shkon, ku ti gjon se ai nuk kupton. Duan nim që t'ja japin një ngarkim, ku të duan. Po ajo jeton aktualisht banon vetëm, jeton vetëm? Vetëm vetëm me smun psiqik. Ka unë komplet aftësitë mendore, t'ja japin një emër. Se unë e kam majdos, unë jam 80 vjeç tash, po kujt fëmijët vëllezër të motrat, dalin nipa mesa, kush do ta mori Sanxhinov. Ju bëni thirrje për niprit, mbesat, fare fisin tuaj apo për shtetin? Mbesat që apo bashk nipër, mbesa dhe shtetit blidhen bashkë për ta ndihmuar. Për të ndihmuar atë. T'ja japi një ngarkim. Kush do ta mori? Djemtë e vëllezërve të motrat, kush do ta mori atë Sanxhinov? Edhe shteti t'i japi atë që i takon. Pse nuk e ndihmon shteti? Po hajde gjemër, shko këtu ke Ministri e Punës së Brendshme, nuk ka punë jot, ato gjen një dy policë aty, edhe sqarojnë aty, unë kam kërkuar. Unë nuk kam shku për lek, po ndihmojnë motrën. Se i ka humbur djali. Unë sa hapa, sa kam hapa, hapa mu më duket sikur. Po me telefonin e Tiranës. E gjeni. Po me telefonin e Tiranës. Po e Tirana. Ta shoh kush.
Sahlen. Erdha.